dëgjues të nderuar, mos me provu, ta provoj, nuk i dihet. Edhe pata apliku disa herë edhe jam refuzu, derisa isha në vitin e tretë studimeve, aplikova edhe u pranova. Aplikova për një program që zgjat ke 6 muaj në veri të Gjermanisë ka qenë, edhe u pranova, nuk i pata tregu askujt se sa herë tregojsha nuk u realizoj kem. Thash, unë po aplikoj edhe ta shohim çka po bohet. Më kujtohet shumë mirë lajmi kur e mora që u pranova atje, edhe në sparje thira nanën në telefon, ajo qa e ke prej gëzimit edhe prej frikës njëjtën kohë, se
fakultet, sistemi arsimor, jetesa, gjithçka ishte super e organizume, atje ish vështirë mos me kani suksesshëm. Qysh e thash, ish vështirë mos me kani, po, i suksesshëm, mirë, se kur i ki gjithat, pse mos me kani suksesshëm, do me thonë, e kini fakultet super të organizum, profesor të kualifikume dhe të mirë, raport shumë të mirë me ta që ta mundësojshin profesorët, një bibliotekë super të pasur me materiale dhe libra që ty të mbetke veç me ule dhe me mësu. Kështu që pse jo, normal që ki sukses. Edhe kjo pjesë për shembull më ka pëlqyer shumë. Po inkuadrimi në kulturën e tyne nuk kish pas qenë për mu, nuk mu isha me jetu në mënyrën qysh ata jetojnë. Qa po du me thonë qysh ata jetojnë? Do me thonë pak popull i ftoft, mbeta pak ma shumë vetë, këtu në Kosovë nëse kur gjo hiq, qatë mëngjes me kojshin ki mu përshëndet. Në kafsh vetë, mundesh me thirr t'vjen me pi një kafe të shkurt edhe ja çon hallin. Nëse kur gjo hiq e ki shoqet, e ki familjen, ku do qofshin mundesh një 10-15 minuta mu taku me ta edhe qatë farë sikleti që nashta e ki pas me ta largu. E atje jo, secili këshysh ke punën e vet, kogja jetesë robotike, kisha thonë, punë shpe, orari angazhum, dita e djele, o zot mundojke shumë, se ata shfrytëzoheshin për pushim, për mu mbyll shtëpiat e veta, e na ishim mësu këtu në Kosovë që qatë ditë mu taku me krejt, mu bo bashk, me dal dikun, natyrë, gjithçka është hapun, njerëzit vlojnë qytet, edhe mu m'pëlqen kjo atmosfera jonë, domethënë, s'po them që ajo atje është e keqe, i kuptoj ata që punojnë shumë edhe janë të angazhume edhe njeriu ka nevojë për pak vetmi, po për mu ishte e tepërt ajo vetmia. Kështu që kjo ke periudha ku unë fillova edhe mu afru me Zotin edhe me fenë, do me thonë fillova me dëgju ligjërata, fillova me lexu se çka ka kjo. Une kisha pas mendu që di boll, e tani e pash që s'pas na dit kur gjo, edhe që ajo ke periudha do me thonë që fillova të gjithat ka pak me i praktiku, ka zgjat kogja si periudhë, do me thonë atje ishte vetëm piknisja, po kur e zbulova këtë mënyrë t'jetesës, shumë u shlirova. Se isha diqysh ngusht, me kqyr në përgjithsi, isha krejt n'rregull, gjithçka ishte n'rregull, gjithçka ecte mirë, po unë e ndisha veten ngusht, diqysh thjesht diçka mungojke, diçka nuk ecke, nuk m'pëlqejke. Edhe kur fillova me praktikimin e fesë tonë, mu qel pak edhe mendja, edhe zemra, edhe fillova mi përjetu senet ma mirë dhe ma ndryshe edhe gjithçkafin me kalu me ma shumë lehtësi. Atje m'ka ra me agjeru muajin e Ramazanit, krejt vetë, syfyret, iftaret krejt vetë, hiq se kam pas vështirë, jom knaq, maksimum, është prej Ramazaneve ma t'mirë që najher i kom përjetu, sepse edhe ishte ai fillimi, do me thonë, unë besoj që për secilin prej neve, fillimi i besimit, ose është ajo periudha ku na jemi tetur për dije, mësojmë edhe ajo na knaq, edhe ajo na ngop zemrën një farë mënyre. Për atë arsye, vështirësitë e agjerimit as që i kom vrejt, një vështirësi e kom pas, iftaret larg familjes, për që ata merr ke malli, po e shijova edhe ata se në fund Ramazanit erdha pak te familja. Kështu që nuk mungoj as ajo, ka qenë qaq Ramazan i organizum për mu, edhe pse dita kogja ka qenë e gjatë atje, m'kujtohet, na e kemi një grup familjar kështu Viber edhe hala funksionon, do me thonë kur ka qenë ajo në vitin 2016, edhe hala vazhdojmë, kur është koha syfyrit e thirrim njani tjetrin, se mos po mbet najkush po t'mashtron gjumë po mbet pa syfyr, atëherë do me thonë, u zgjojshin ata, njëjtën kohë e kisha e dhone syfyrin. Edhe, po te iftari, se ishte muji qershor, atëherë praktësisht i bik Ramazani, kujtohet se e kishin rreth orës 8, unë e kisha rreth orës 10 mbrëmje iftarin.
Po thom, aq Ramazani bukur që si kom vrejt ato orët e gjata, me të vërtet më ka plotësu shumë, ka bo mu ndi shumë mirë. Prap e kisha këtë organizimin tem, organizova ditën tem, kur kom me lexu, kur kom me meditu, kur du më marrë me fakultet. Thjesht s'ma kish marrë mendja që diçka qaq perfekt kish mujt me ekzistu në këtë botë. Falja e namazit edhe leximi i Kuranit shpesh krijojnë një lidhje të thellë me shpirtënoren. Qysh e ke përjetu ti këtë lidhje edhe a ka ndiku kjo në forcimin e vetbesimit edhe vetë konceptit tënd? Atëherë, jo pak, po kogja shumë, na e ndron komplet mënyrën e jetesës, mënyrën e të menduarit, mënyrën që na funksionojmë, që e shohim botën, që e perceptojmë, çdo detaj e përmirëson. Në familjen tonë është njoft feja islame, nuk ka qenë risi kur unë e kom fillu me praktiku. Kemi ditë çka është, qysh praktikohet, domethënë qysh mbahet, po dhe sigurisht secili antar i familjes e ka atë lirinë e vet sa e deri ku do me praktiku. Mu më kujtohet, si fëmijë fillimisht, nana më ka marrë me veti gjithandej, sidomos teravit gjatë muajit Ramazanit, nuk i kemi humbë kur na dyja bashkë, po thom na dyja se unë jam ma e vogla në familje edhe kur gjithë shkun në studime, unë e mbeta në shtëpi bashkë me nanën. Kështu që aty kom fillu pak një farë ëmbëlsie, kisha thonë me përjetu, se me të vërtet muji i Ramazanit, po e dim qysh është, domethënë dallon edhe të qelë, të shliron në një farë mënyre edhe përjeton çka je pak ma e kufizume ndoshta mujt e tjerë për shkak të obligimeve të agjendës që na ndryshon jashtë muajit Ramazanit. Domethënë ashtu unë e fillova, edhe përveç familjes ngushtë kam edhe familjarë tashti familje ma gjerë që e praktikojnë fenë islame dhe po du me thonë që kom pas ku me pa edhe ku me mësu. Me kalimin e kohës, tash ish faza e pubertetit, shkolla e mesme, prap unë për veti po flas, vazhdoja mu afru në periudhën e Ramazanit, po si delshim prej Ramazanit, aktivitetet tjera, sado që ti u mundojsh e thojsh valla mirë jam qështu po du me vazhdu, dilke diçka që thjesht ti e ndërprejshe. Tash ti me thonë, është pak edhe mosh e papjekur, është e hershme. Mu më kujtohet kur vike një periudhë që thojsha, më kujtoj keq që për shembull po e marr namazi drekës, s'isha fort e sigurt sa rekate i ka. Edhe më thot keq kjo, qysh po harroj, qysh ka mundsi, a i pat 3, a i pat 4, çka ka me fal, më thot keq kjo situatë, kështu a din. Kur e disha isha pak ma rahat, po me harru diçka po më gjenë drejt me të thënë, kështu e përjetojsha. Ose ndodhke ndonjë dua, ndonjë sure që se pas na përsërit ka herë, edhe pe shoh që po m'gatrohet ka pak, ishte e frikshme, a din qysh me harru, pak i disha që ato pak mi harru. Do me thoni kom pas një periudhë që u afrojsha, u largojsha, u afrojsha, u largojsha, as anej, as këndej. Po ke një periudhë që u bo sebeb, disa muj që unë e pak u vetmova, isha pak larg familjes, tash edhe gjatë kësaj periudhe u afrova me Zotin. Shqyr, se e kom përshtypjen që njerëzit në vështirësi ja afrohen krejt, ja largohen krejt, po ka dash Zoti që une u afrova edhe këtu e gjeta ngushëllimin edhe shpëtimin, kisha thënë, për veten tem. Me fjalën shpëtim s'po du me thonë që kokna konë fort keq, që pështova për ndonjë telashe të madhe a diçka, nuk jem kanë telashe, po jem kanë pak e humbur, unë mendoj. Pak pa rahat, e zbrast. Diçka mungojke, nuk e disha çka, po në momentin do me thonë që fillova me kuptu, fillova edhe gjithçka po m'duket që pa të fillu me disa ilahi në gjuhën angleze, se tash ti n'atë kohën me gjithçka isha veç me gjuhë angleze.
çka do që dëgjoj isha filma, të gjitha aktivitetet për shkak të moshës besoj, isha e tërheqna gjithmonë ato që ishin në gjuhën angleze dhe jo në gjuhën shqipe. Kështu që pa të fillu qështu disa ilahi që kishin tekst shumë prekse dhe të mirë dhe të bëjshin me mendu, ko pas kohe hajt një ligjërat, ky hoxh, ai hoxh, ko ka i mirë, po sqaron shumë mirë, po flet shumë mirë, fillo, lexo, fillova me lexu edhe me e kuptu, po jo vetëm me lexu edhe me kuptu. Fillova me praktiku edhe mu rahatu. Din, do me thonë, fillova me arrit atë qetësinë shpirtërore, paqen me veten, nuk luftoj ma me veten, nuk u ndisha e zbrast edhe që thash ma herët pa rahati. Fillova mu ndi e plotësume edhe ish një ndjenjë që e papërshkrueshme, tepër e mirë. Nuk dija ka diçka më të mirë se rahat me veten tane me kanë. Kur je rahat me veten, je rahat me gjithë tjerët. Kur si rahat me veten, me gjithë ki problem. Kështu që fillova me faljen e namazit, sa ndjenjë e mirë tash se u thellova pak edhe tu e mendu, do me thonë, ishte edhe periudhë, unë isha diku 20-21 vjeç, do me thonë, jo adoleshente, as krejt e rritur jo, ai mesi. Po du me thonë që shumë diçka obligime s'kom pas obligim veç vetën teme. Edhe mu isha me organizu veten që me arrit gjithat, e gjithçka u organizoj, ke do më thonë gjitha planet, rreth leximit Kuranit edhe faljes namazit. U kry kë obligimi, mas atij obligimi gjithçka tjetër shumë lehtë u organizojke. Merr malli shumë për një periudhë, unë si që e ceka gjatë qasaj periudhe, do me thonë fillova të hulumtoj në internet edhe thash po filloj me mësimin e shkronjave gjuhës arabe edhe m'pëlqejke ta shohim ku po shkojmë. Isha aq e etur për mësim se më përmbushke edhe u knaqsha, do me thonë, veç e kisha fakultetin, se gjithë ditën e gatë kisha nejt tu i mësu që ato sene, tu i lexu, nuk mu isha mu ngop. Shumë ma ka jep një ëmbëlsi ashtu të fesë, një përjetim që tash merr malli shumë, a di për atë kohë, se tash sa do kudo obligimet po na marrin, po duhesh me kriju kohën, nuk po mundesh me gjetë kur po don ti, duhesh me kriju kohën që m'ju përkushtu vetes dhe meditimit. Në atë kohë do me thonë, kom pas kohë edhe kom mujt me lexu shumë ma shumë për shembull se sa që lexoj tash, edhe e kom shiju maksimum. Një kohë kogja shpejt, do me thonë, fillova, i mësova shkronjat, i mësova kështu vet, prej YouTube-s, po pastaj edhe e gjeta një kurs të Kuranit, me një hafize shumë të mirë nga tetova, aty e fillova mësimin e rregullave të xhvidit, m'ka zgjat një kohë, po aq sa ka zgjat s'ka lidhje, unë arrita atë që dojsha, do më thonë leximin e Kuranit edhe shijojsha maksimum, po du me dalë te koha edhe bereqeti që mu jepke ato ditë. Do me thonë, u qojsha në 4 ose në 5, ose u lidhke me namaz sabahu, tashti varet cila periudhë ishte, falke sabahu, një 2 orë m'fal meditim, kështu. Lexo një pjesë të ajeteve, lexoje përkthimin dhe lexoje komentimin e tyne, që ma ka bo shumë dashur në pastaj fenë, se kuptojsha shumë sene, do me thonë ishte pak kështu studim pak ma i thellë, edhe vetjak, kështu, do me thonë vetëm, po njeriu mëson prej tjerve, prej ligjëratave tjerve, mu për vete më shumë ti m'pëlqen kur ulna, analizoj dhe studioj diçka vet. Tashti janë mundësit pak ma ndryshe, është interneti, do me thonë ki qasje në çdo lloj informacioni, sigurisht që njëjtën kohë duhet me pas kujdes çka mëson edhe çka lexon, po është periudhë që e kom shiju jashtëzakonisht shumë, bile kjo koha mëngjesi që po tham se që jom qu edhe kom lexu Kuran, pikëspari dita ecke jashtëzakonisht mirë. Edhe e dyta, që e di pse është, po hala m'habit qysh ka mundësi, do me thonë, momenti që ti qohesh herët, fal sabahun, lexon, mediton pak,
qysh ka mundësi që qatë shumë punë kryen, për shembull vetëm deri në orën 10. Mu m'habit që kisa një orë ma vonë më quti s'kryen kur gja. Hala e shoh që ta, do të thonë bereqeti asaj kohës të mëngjesit është s'do të mu evitu, s'do të mu shmang, do të thonë të shto. Edhe me namaz, do të thonë e kom ndje afërsinë, lidhjen, plotësimin e vetvetes, thjesht çdo sen është përmirësu. Çka përjetove në ditën kur e vendose mbulesën edhe sa ka qenë për ty konflikti mes frikës edhe vendosmërisë për me mbajt edhe me çu deri në fund? Atëherë nuk i kisha përkufizu brenda një dite se krejt kjo periudha e vendosjes mbulesës kogja e gjatë ka qenë. Mas pari, s'po di përafërsisht sa, po ndoshta ka shku deri 1 vit e gjys apo 2 me mendimin tem. Çka të bëj, të vendosi, mos të vendosi, e kështu me radhë. Mas pari ka shku një periudhë derisa unë u mësova me mendimin që munde më mbulos, se kështu më mbulu, se përpara nuk ka shku mendja asnjëherë. Gjithmonë më ka duk tepër e bukur, më ka tërheq shumë, do të thonë, po fillimisht derisa mendojsha veten, a kisha mujt? Po pse s'kisha mujt? Po tani të mendu, a më përshtatet ajo mu me karakterin tem, a duna tash unë me ndryshu kur e vendosi mbulesën, a duna më bo një njerë tjetër, a kam, a duna me ndryshu thjesht që unë ju përshtat mbulesës. Krejt këto ndryshimet që u dasht me bo, nuk kanë për mju përshtat mbulesës, po thjesht kanë për një jetesë më të mirë dhe më të lehtë, në përgjithësi, me gjetë një mënyrë më të lehtë të jetesës, kështu që s'kisha thonë vetëm që jom përshtat mbulesës edhe rregullave të saj, po krejt jeta jame është palu si një puzzle. Edhe e kom diskutu shumë në shtëpi, thash diskutimi është shumë i rëndësishëm për çdo çështje në familjen tonë. Po sa herë kam diskutu, nuk ka qenë askush kundër, po vazhdimisht mi tregonin ato vështirësitë. Pyetja fillimisht ishte a ka me mujtën me bart mbulesën me dinjitet? Edhe pyetja e dytë, a kam me mujt me u ballafaqu me vështirësitë që ka me mi sjell? A është një vendim momental që merr aty për aty, si frymëzim, apo është një mendim mirë i mendum? Për atë arsye ka zgjatë se unë mas pari, okej, kam diskutu me tjerë që tash, po diskutoja shumë me veten teme, për një me është që kjo që unë e pedu, se nuk po du me bo diçka edhe masanej me u pendu. Ose me thonë jo se kom di që pas ka qenë kështu. Për atë arsye nuk jom ngut. Ka zgjatë kogja një periudhë, po dikur erdhi një pikë që fillova më bu e ndihshme në këtë temë. Fillova më bu e ndihshme, posa e përmend ke dikush, më vike pak vështirë. Se më vike vështirë nashta pjesa pse gjithë potencojshin atë vështirësinë, kime pas vështirë me u kyç në shoqni, qysh kanë me të pranu ata, shumë paragjykime, punësimi, e gjitha këto. Dikur kur e mendojsha, thojsha, okej, po shpërblimi i Zotit, a s'është ai më i madh se krejt këto që po i përmendim, këto ekzistojnë, n'rregull. Po ndoshta me shpresën te shpërblimi i Zotit, unë e besojsha që më jemi te i kalu krejt këto vështirësi. Sfidat deri dikun edhe m'pëlqejnë, se thjesht bohet jeta ma interesant, ki çka me bo edhe formsohen, po, si karakter. Një moment që kur se harroj, e shumë ka jep zemër, ka qenë kur kom shku në vizitë te vllau jem i madh, ai jeton në Sarajevë, në Bosnë. Kjo është një temë që fort përmes telefonit nuk mo jipke me diskutu. Edhe nuk e pata diskutu me ta. Kur shkova atje, nuk e di tashti pata qëndru një kohë caktume, edhe ishim tu najt bashk, edhe po më thot ai mu, hej, une kom dëgju që ti e ki shpreh dëshiren, a din me vendos shamin. Fillimisht mersi goditje, se thash, çka do me thonë tash,
sigurt sikur gjithë tjerë, edhe thom okej, po, qashtu po mendoj, e kam dëshiren. Edhe thot, a ki qef me dit mendimin tem në këtë punë? I thom, po, tregom çka po mendon. Thot, unë thot, ta dish që të përkrahi 100% edhe kur do që e vendos, shumë kam u gëzu për ty. Edhe ma dha një shtymje shumë të fuqishme. Tepër u gëzova, kisha nevojë për ato fjalë në atë moment. Kështu, gradualisht, e pash veten që tash o ka shtyjet pak si shumë, unë si terme përdora disa herë, po unë s'po bona rahat, nuk po qetësona, mungoj ke kjo pjesë, edhe thash, fola vetë me veten, thash me din, ki bisedu me kanë, ki bisedu, ki diskutu, ki stër diskutu, erdhë koha edhe me vepru tash. E kom vendos mbulesen, atë ditë që dola, se jetoj isha me shoqe, edhe në atë moment isha vetë, kisha qef me kanë vetë, po dalë në rrugë, unë me mbulesë, hera e parë, për mu koha kish ndalu, mu duk që krejt po m'kqyrin, kur gjo gjithçka s'lëvizke, do më thonë, gjithçka kish pauzu, me vetën veç folsha me din, qyre, gjithçka është funksionu, krejt është normal, qetësohu. Maksimal edhe jam shumë falenderuese për raportet që i kanë kriju me neve. Alhamdulillah. Kur e humbe punën, a u ndjeve e refuzume apo e pa vlerësume? Edhe qysh ja dole mi përballu ato ndjenja dhe me gjetë forcë me ecë përpara? Atëherë, unë do më thonë, fillova me punu si mësuese e gjuhës angleze, po sa u ktheva prej Gjermanisë.
Ishte një përvojë shumë e mirë në një qendër gjuhëve t'huaja këtu në Prishtinë. Ishte një qendër jo fort e madhe, ishte qendër e vogël. Kam kalu shumë mirë, do me thonë me ata persona. Aty i mora hapat e parë të profesionit tem. Gjithçka që mësova, e mësova prej tyne edhe për këtë punë jam shumë mirënjohëse. E kemi diskutu disa herë që unë mendoj në të ardhmen me u mbulu, për shembull, kur ka me kon kjo, nuk e disha as vet. Po thjesht që mos t'bjer ashtu pa pritmas, i kom informu, ose thjesht me thonë, ju i kom informu, po në bisedat përditshme, ata e dishin që unë e fali namazin edhe që jam praktikante e fesë tonë. Edhe çdo gjë ishte n'rregull edhe që në të ardhmen planifikoj me u mbulu, kam dëshirë, po thjesht kur t'vi momenti. Puna është se kur e vendosa une mbulesën, edhe pse mendoja që gjithçka është n'rregull sa i përket kësaj çështje, unë e humba punën me atë rast. Nuk u ndjejsha nuk u ndjejsha e nënvlerësume, nuk u ndjejsha e refuzume. N'atë moment unë e kisha vetëm ndjenjën e gëzimit se unë u mbulova. Sadokudo çështja punës mu duk ke problem që zgjidhet. Mbulesa ishte diçka për veten teme, për rahatin tem, për shpirtin tem, kështu që isha më e lumtur që u vendosa për punën e shohim. Po çka po du une, mu ndal qito, po du me thonë që unë nuk kam hatërmbetje që e kom humb punën, edhe qoftë për këtë arsye. Arsyeja është se në momentin që na e bojmë një ndryshim drastik, që shihet nga jashtë sidomos, si mbulesa ose ndonjë ndryshim tjetër, s'ka lidhje, dikush na uron, dikush na kritikon, dikush na sulmon. Edhe jo vetëm neve, na e mbrojmë vetë veten, i sulmojnë edhe familjarët tonë, i kritikojnë edhe ata, ju flasin për neve, edhe shoqërinë tonë, po ai që don, edhe familja jote, qëndrojnë për krah edhe t'mbrojnë. Edhe unë këtë detaj e mendojsha, thojsha, tashti këta persona ndoshta sulmohen prej prindve edhe prej nxansave. Gjithmonë kom qef me mendu pa i paragjyku negativisht, ndoshta ata prind edhe ata nxansa s'ka njohuri rreth fesë tonë edhe thjesht për shumë kont e panjohura është e frikshme. Për atë arsye edhe kanë mujt me reagu ashtu. Kështu që pse dikush që thjesht okay kom kalu mirë dhe kom raporte t'mira me to, mu me mbështet në vendimin tem. Unë mendoj që nuk e ka obligim. Kështu që biznesi është i tyne, ata mendojnë mundohen me gjetë më të mirën për biznesin. Nuk po them që ka qenë mënyra më e saktë dhe e duhur, po as nuk kam dëshirë me kritiku këtë vendim tyne. Kështu që raportet tona vazhdojnë me kanë mirë, jemi nda jashtëzakonisht mirë, ka qenë pak periudhë e vështirë se tashti une edhe u mbulova dhe fillum këto e hupi punën, si e qiti shamin, çka bohet, tek bohet tash në të ardhmen, po shoqyrun e pata fillimisht mbështetjen e familjes, edhe unë vazhdova me punu një periudhë, kështu si mësuese private kom punu, kom shku te një familje, në një farë mënyre sa me e shty deri te naj zgjidhje tjetër, që nuk disha as vet cila ka me kon, as qysh ka me kon. Si tip jam ambicioz, nuk pranoj, s'muj mu pajtu që senet s'po shkojnë qysh dune. Okej, s'kan shku qysh kom dashtu ne, po kom bo durim, se do më thonë nuk shkojnë gjithmonë qysh dojmë na, po derisa t'vi ai momenti ku mundet jeta me marrë kthesën e vet, mu përmirësu senet, duhet me bo durim. Edhe ka qenë një periudhë, unë mendoj prapësisht një vjeçare, kështu që m'ka shku, derisa, do me thonë edhe erdhë vendimi që me hap
qendrën teme. E pse thom unë, kjo ka qenë sfidë, ka qenë vështirësi, se po thom jam ballafaqu unë edhe jam ballafaqu familjarët e mi me këto gjana. Po u bo sebeb për me konë këtu ku jam unë sot, edhe gjithmonë them është vështirësi dobi prurse, shumë ma shumë i kam pas dobi se sa dëm kësaj vështirësie. S'duhet gjithmonë me i pas senet si çka m'ndodhi. Kjo që të ndodhi ty të qitin një vend shumë më të mirë, që as se kishe paramendu që mundesh me kanë aty. Kështu që unë jam e lumtur për atë që m'ka ndodhur, thjesht mendoj është periudhë e vështirë në fillim, duhesh me bo durim, edhe më vazhdu tutje, me kqyr çka tek me bo, qysh me vazhdu tutje. Kur e krijove shkollën tënde, çfarë ndikimi ka pas ajo në vetëvlerësimin tënde dhe në ndjenjen e arritjes personale? Po. Atëherë, shkolla jonë, shkolla Bregjë është kriju në vitin 2018, do me thonë tash e kem fillu po i bjen viti 7. Më ka zhvillu jashtëzakonisht shumë, sepse unë do më thënë me profesion, çka kam kryu gjuhë dhe letërsi angleze, po nëse kisha qenë e punësume dikun, kisha mbet një mësuse gjuhës angleze, që është krejt në rregull, krejt mirë. Po tash e shoh veten që jam shumë më shumë. Se detyrimisht fillimisht biznesi detyron. Nuk mundesh me u kufizu edhe me nejt mrenda disa limiteve, duhesh me dalë, duhesh mi thy barierat për me pas sukses. Fillimisht, po do me thonë që profesioni, shkolla, puna që e bëj çdo ditë edhe hobi jem janë bo bashk. Për atë arsye unë mendoj që edhe është arrit një rezultat i mirë, është arrit një sukses, se e bëj me qef. Kur zgjohem mëngjes, gëzona që kam me shku në punë. Nuk e paramendoj të kish qenë ndonjë punë që thom, oh, qysh me shku tash e herët e... Do më thonë shkoj me shumë qef. Mësimi i gjuhëve është profesion edhe pasion për mu. Nuk e kom ditë, krejtun këta me kalimin e kohës jam shku të zbulu, do më thonë edhe të zbulu vetë vetën, të e kuptu vetën, të e ditë të mësu se çka po m'pëlqej ka. Kom fillu me gjuhën angleze, unë gjuhën bosnjake kom ditë më herët prej familjes e kom mësu, po kur fillova me u marrë unë pak mënyrë pak ma specifike me gjuhën përgjithsi, atëherë edhe këtë gjuhën bosnjake her pas here shkojsha tu e studiu, se do më thonë e kam mësu prej shtëpis, nuk e kam mësu në shkollë, ashtu në mënyrë akademike, edhe shkojsha tu e analizu, kjo ko ka kështu, të krahasu pak në gjuhën shqipe na e kemi kështu, këta e pas kanë ashtu, në anglisht është kështu, tu i krahasu sanet edhe shumë më shijojke kjo farë analize dhe kjo periudhë mësimit. Gjithashtu, atëherë mësova dhe gjuhën gjermane, atë pata fillu me mësu para se me hap shkollën, e shijojsha deri dikun, se është prej gjuhëve që s'ma ka marrë mendja që e mësoj ndonjëherë, po këtu po du me thonë që shkolla u bo sebeb se u dashke me u vetë zhvillu, u dashke me mësu, se nuk mundesh, shkolla është e jemja në kuptimin që unë ato po e rris. Sado që kam njerëz taft në staf, të gjithë vinë e shkojnë për arsye ndryshme, unë po mbes aty. Kështu që e shihja veten që unë duhna me qëndru fort, që edhe tjerët me pas sukses në punën tem. Nuk muj plotësisht me u bazu te suksesi një personi që pastaj unë e mbes keq kur ai shkon për shembull. Kjo është pjesa e gjuhës, që vazhdoj me u marrë njëjtë sikur ditën e parë, se m'pëlqen. Po është edhe një pjesë tjetër te shkolla që m'ka ndiku shumë me u vetë zhvillu, për shembull, raporti me njerëzit. Tu fillu raporti me fëmijët, raporti me prindrit, raporti me nxënësit e mdhenj, raporti me punëtorët aty te na, me mësimdhënëset, me secilin është nga një raport ndryshe edhe i veçantë, për mendimin tem që ja kam dalë, për shkak se këto vite kemi kalu jashtëzakonisht mirë, do më thonë me të gjithë. Si ka ana e nxansave, nga ana e prindve,
me mësimdhënëset, do me thonë, është menaxhu mirë, për shembull këtu te raporti mësimdhënëseve, gjithmonë e kisha një farë ndjenje, na po kalojmë shumë orë bashk gjatë ditës. Edhe detyrimisht po shoqërohesh, po afrohesh, po qelesh me ata persona kur po rrin një pjesë të madhe të kohës me ta. E qysh me rujt pastaj edhe raportin e punës, që puna do të mu kry qysh duhet, kur jemi të folë për punë, si jemi shoqe, jashtë punës jemi shoqe. Amo ja kemi dalë. Ja kemi dalë, unë e mendoj se thjesht duhet me pas mirë kuptim, gjithmonë me mbajt mend që personi i përballë teje nuk është i njëjtë si ti, edhe s'ka nevojë tjetë, le tjetë ndryshe. Kuptoje që ajo është ndryshe, ka me pas një mendim tjetër, s'ka mu pajtu me ty, edhe ma mërmendje që kur ti e ki këtë qasje, edhe ai person, çfarë do karakteri tjetë, zbutet edhe mundohet ty me të kuptu. Edhe kështu e arrim një farë niveli të mirëkuptimit me njëra tjetrën, që edhe kur kemi mos pajtime, thjesht me u mirëkuptu edhe me mritë një rezultat, se qëllimi është me mritë e fundi, me u marrë vesh, do me thonë, edhe jo me na ndru situata, do me thonë, edhe gjendja. Një frikë për shembull, që e kom pas kur e kom hap shkollën, puna mbulesës, thësha njerëzit kanë me paragjyku. Ose s'kanë me marrë, ose ndoshta fëmijët kanë me tucë, me mi pru, ose thësha mos po bëhet që si vend ku vinë besimtarët për shkollim, i sjellin fëmijët edhe vinë edhe vetë. Unë nuk dojsha asnjën as tjetrën, unë dojsha për të gjithë, le t'jetë një shkollë edukative, një qendër arsimimi për të gjithë, prej të vegjëlve deri te triturit, edhe këtu jom befasu për të mirë, nuk kom pas paragjykime, m'kanë ardhur me fëmijë, me të mëdhej, me në moshë pak ma të shtyme, do me thonë, edhe këtu besoj raporti ka ndiku, qasja pozitive, qasja e butë, mirëkuptimi, do me thonë, kështu që. Kur e krijove shkollën tënde, çfarë ndikimi ka pas ajo në vetëvlerësimin tënde dhe në ndjenjen e arritjes personale? Me familjen kemi raporte shumë të afërta. Në fakt të gjithmonë i kemi pas. Edhe mu ky detaj m'pëlqen shumë edhe po shkoj tu e vrejt shumë ma shumë me kalimin e kohës, kur në fakt po shoh familje tjera që kanë disa telashe, kanë keqkuptime, kanë distanca mes veti për arsye të ndryshme. Për mu ka qenë afërsia me familjen diçka tepër normale, edhe në fakt mendoj që ashtu duhet jetë, po në periudhën që jemi tash, fatkeqësisht, po m'duket që po shkon pak edhe si tu rallu kështu, si fenomen. Na kemi, gjithmonë kemi pas, po thëmë, raporte shumë të afërta. Mu shumë ka pëlqy që ndryshimet që na i bojmë në jetë, fillimisht diskutohen me familje. Bile në shtëpinë tonë, në Tryezë të Bukës. Kem qef se jemi krejt aty për rreth t'ulun, edhe aty fillohet diskutohet ndonjë çështje e rëndësishme për cilin do prej neve, edhe jepen mendimet e secilit. Jepen, dëgjohen edhe vlerësohen. Sigurisht ai personi që po don me bo qatë ndryshim, e merr vendimin e vet, po më pëlqen që nuk vendosim pa u konsultu me njani tjetrin, i dëgjoj mendimet e njani tjetrit, kështu ka qenë edhe periudha jeme, do më thonë gjatë zhvillimit tem, qoftë për nga ana fetare, për nga namazi, për nga mbulesa, po ashtu dhe për nga ana profesionale, do më thonë çdo detaj e kemi diskutu me njani tjetrin edhe kemi mri në një përfundim. Po tashti është normal që njerëzit nuk pajtohen me njani tjetrin, është shumë normale edhe kanë mendime të ndryshme. Fakti që s'pajtohemi, kjo nuk do me thonë që tashti na po distancohemi e po na ndryshojnë raportet e kështu me radhë. Secili e ka pikpamjen e vet, e kupton jetën në mënyrën e vet, edhe nëse s'pajtohesh, kjo respektohet prej palës tjetër, prej, do me thonë, antarëve tjerë
të familjes, mu më pëlqen që se ne jemi 4 fëmijë, më thonë 2 motra dhe 2 vëllezër, secili e ka atë karakterin e veçantë edhe ndryshe prej njani tjetrit, edhe bohet mrena kësaj familje të vogël një farë diversiteti interesant, po s'ka lidhje, le t'jenë ndryshe, veç mendoj se mjafton edhe duhet me respektu vlerën e tjetrit, mënyrën që ai e kupton jetën, gjithmonë brenda disa vijave trashe edhe limiteve, që prap thom shoqër që e kemi pas qët raport, jom shumë falenderuese se nëse dikush prej neve ndoshta kish shku pak, kish anu te ndonjë limit, gjithmonë jemi gjenda aty për njani tjetrin, me ndihmu, me u udhëzu, me pa cila është rruga e drejtë. Kështu që shukur Zotit, raportet janë shumë të mira, shumë të afërta, po du me thonë jo vetëm pas ndryshimit edhe zhvillimit ka qenë gjithmonë qështu. Kështu që ata janë pjesë e vetë zhvillimit tem. Ti me përcjell një mesazh për krejt ato gra që ndoshta janë tu ballafaqu me të njëjtat sfida dhe që i ke pas edhe ti. Çka i kishe thonë në aspektin e njohjes të emocioneve, të njohjen edhe të vetës ose nxjerrjen e asaj guximit për të qenë vetvetja. Po. Atëherë, fillimisht, mu më pëlqen gjithmonë m'ja përkujtu vetës, kur jam në situatë vështirë, që mos haro se ka shumë ma vështirë. Kaniherë na vjen ai mendimi, edhe nëse goja se thot, vjen mendimi me thonë çka m'gjet, pse mu. Po tani t'bjen diçka tjetër, e ky telashi i parë doket që pas ka qenë i lezetshëm edhe i lehtë. Do me thonë, jam shqetësu bati hava. Aty po du me thonë që mas parit ka godit një vështirësi, çfarë do, n'punë, në familje, në pasuri, në shëndet, po mos haro që gjithmonë ka ma keq edhe ma vështirë. E dyta, çka me bo n'atë rast, unë mendoj që janë veç dy opsione, me u mërzit edhe me kajt vetën për gjendjen që je dhe mos me dalë kërkun në fund, edhe opsioni tjetër, mu qu, me marrë veten me t'mirë, edhe gjithmonë thom, pyetja bëhet çka me bo tash. Na po fokusohemi shumë herë edhe harxojmë energji tu mendu që kjo që m'goditi, pse m'goditi, a bona gabim, çka gabova, a është dënim, a është sprova, çka është, atë përgjigje unë mendoj që kur s'ki me marrë. Do me thonë edhe je ka shpenzohesh, kot e harxhon energjinë tane. Shfrytzo energjinë te pyetja, okej, unë kështu t'paktën veproj. Jam situatën që jam, situatë e pakëndshme, e vështirë, po çka me bo tash? Edhe si t'fokusohesh te pyetja çka me bo tash, mu ma përmendje që disa opsione t'vinë mendje. Shumica prej tyne nashta janë t'pamundshme ose t'parealizueshme dhe ti pe din që janë t'parealizueshme, po t'vjen mendje dhe s'ka lidhje. Mendoje një herë. Kaniherë edhe na shumë sene në fillim doket jo qysh, po kur e proceson pak, po pse jo, fillon me mendu, nashta edhe muj. Kështu që unë e thom, provoje, edhe ki me dështu, s'ka dert. Provoje, dështon. Kur s'provon nuk dështon edhe mbeq aty. Ma mirë bile dështon, mëson diçka edhe vazhdon tutje. Kështu që edhe kur provon, është një shpresë edhe një mundësi shumë ma e madhe me arrit atë që po e synon. Do me thonë, ki me realizu herë do kur do qoftë hajër për ty, sigurisht që me lejen edhe me ndihmën e Zotit, tu ju mbështet atij mas pari. Vitet kalojnë edhe ku po do me pati veten, apo don qështu njejt, se e ki edhe këtë mundësi me mbet njejt, apo t'paktën 1% më mirë. Qatë 1% sigurt ki me mri, dikun diçka ki me përmirësu. Nashta punën hala s'ki me gjetë, po mënyra e t'menduarit ka me t'ndryshu, nashta qatë punë që ti u lutshë me pas, ma nuk ka me t'pëlqy, se tash ki ndru kohje, je ka e shen botën pak ma ndryshe. Kështu që mos u stopo me atë që t'ka ndodhë, se tek e fundit neve sprovat edhe sfidat na formsojnë si karakter. I shkon shumë jo interesante nëse rruga i shkon veç e drejtë. Kështu që na duhet me kuptu edhe mendoj që me pa në qatë formë
do me thonë, kemi sfida, kemi pengesa edhe t'i kalojmë kadal. Po edhe një detaj kisha dashur me përmend, se me të vërtet ka njëherë po janë do situata që situata edhe rrethanat ty po të bojnë me kon viktim, po bohesh ndoshta është rezultati i ndonjë padrejtësie, dikush t'ka shkel, nuk e ke meritu që ata që t'ka gjetë ndoshta, po une e urrej viktimizimin edhe veç po du mi thonë mos lejo me u viktimizu, mos e lejo veten, mos e lejo që dikush me ndi keqardhje për ty. E ki shumë vështirë, nashta je tu hek shumë, po qëndrimin mbaje edhe nuk nxjerr kërkush prej situatës. Askush nuk vjen me të thirr, me të thonë kokë e keq hajde. Dush me nxjerr vetveten. Nëse ti nuk bën diçka për veten tënde, kush ka me bo për ty? Kështu që vazhdojmë tutje. Vazhdojmë tutje, e kalon këtë sprovë ka me të ardhë tjetra, sigurisht. Edhe është normale se që kjo është jeta jonë, që kjo është procesi jetës. Veç uroj edhe gjithmonë lutemi fillimisht shëndetit jetë, edhe gjithsesi mbështetja te Zoti. Ka njëherë janë do punë që shumë interesant qysh na doket që s'ka zgjidhje. O, edhe që po thomë në qu provo e mendo e bën zgjidhje, e ti lodhesh, e stërlodhesh, e mundohesh me dalë edhe doket që meta, s'ka qysh me dalë prej ktuhet, edhe Zoti n'atë mënyrë na nxjerr, sa na duket tani ta lidhje pse ko k'na shqetësu, ko rritesh me vetveten që thojmë na. Do me thonë se ka njëherë po harrojmë u mbështet te Zoti edhe shumë mirë që na vijnë pastaj këto sprovat, pak na kthejnë mbinar në rrugën e duhur. E përmende që sot e tutje ke raportet mira me drejtoreshën, me ish drejtoreshën tënde ku ti ke punu. Qysh t'ka ndihmu Islami ty edhe zhvillimi jot qofte edukimi familjar ose shpirtnor për me mbajt këto raporte, me mundu, mi mirë kuptu mendimet e të tjerve edhe me respektu diversitetin mendime edhe mbot kuptime. Po. Raportin e kemi jashtëzakonisht mirë. Unë mendoj që këtë raport na duhet me pas secili, jo vetëm une ajo që i kemi nda rrugët, po secili me njani tjetrin, se deri në fund nuk jemi askënd, vetë jemi në këtë rrugëtim edhe është shumë normale që kemi me u nda herë do kur me personat. Për mu gjithmonë ka qenë me rëndësi, po më besoj kjo është edhe shkak e edukatës familjare, që gjanat që nuk na pëlqejnë me i marrë me qetësi edhe me i trajtu me qetësi. Tash kur i ndam rrugë tona, unë po du me përmend që pak mbi një vit kemi bashkëpunu, edhe ka qenë një vit shumë dobiprues për mu, sepse unë aty mësova profesionin tem qysh praktikohet. Na e dim që mësimi teorik në fakultet është diçka krejt tjetër prej mësimit praktik në profesion. Ajo ka qenë jashtëzakonisht e aftë në punën që e bajke, edhe mu thjesht tepër më motivojke, edhe më pëlqejke, edhe kisha dëshirë me vazhdu n'hapat e saj. Pasi që u ndam, unë kisha thonë atë sa ka qenë e vështirë për mu, n'bazë asaj që e njoh edhe kohës që kem kalu bashkë, unë mendoj që nuk ka qenë e lehtë as për ta me m'largu prej punës. Edhe kur vijmë situata tilla, gjithmonë unë e kam kështu, po mendoj duhemi me qitë veten në pozitën e atij personit. Ndoshta, shiko, nuk është që kem pas ndonjë bisedë rreth kësaj na nuk kemi bisedu se kemi trajtu si çështje, as une nuk kom pyet, as nuk kom hulumtu, nuk e kom zgjat ma shumë. Thjesht e ndërprerëm bashkëpunimin, po n'bazë asaj që ka ndodhur më vonë, e kam përshtypjen që s'ka qenë as për to e lehtë me m'largu prej punës, por mendoj se është ndiku prej rrethit, prej rrethanave. A ka ndru bindja jo tash? Me qaq sa ti e nje?
A ka hala paragjykime për mbulesën, ose a sheh hala mbulesën si privim nga sukseset edhe arritjet? Nga ajo që e njoh, unë mendoj që ajo e përkrah mbulesën, femrat me mbulesë. Në këtë pikë unë po e ceki një detaj që nuk ka qenë e besimit njëjtë si kur unë. Kështu që sigurisht që ka pas bindje tjera. Qëllimi jem ka qenë edhe atëherë, asaj edhe tjerëve t'ju tregoj pra se çfarë ko ka feja jonë. Edhe jo mundu në shembullin ma të mirë. Edhe pikërisht kjo ka qenë, unë besoj, shembull ideal edhe të raportit me një njeri që ka mendim tjetër prej teje, edhe tolerancë fetare në këtë rast. Me kalimin e kohës, unë pasi që vazhdova punën time me qendrën time, mu merr një projekt kogja i madh, 6 mujor, që e disha se vetë nuk ja dalë. Unë e isha aftësu, po jo mjaftushëm, nuk e ndisha vetëm mjaft aftë që ta qoj këtë punë deri në fund. Me njëherë e kom ditë që duna me bashkëpunu me dikon, edhe me njëherë mendja te ajo m'ka shku. Le t'jetë si do që t'jetë, s'muj me mohu aftësinë e saj, edhe mundësinë sa unë e muj me mësu prej saj. Kështu që e kom ftu për bashkëpunim, s'kemi pas hatërmetje, kur gjo heq, edhe ajo me shumë knatësi e ka pranu. 6 muj kemi bashkëpunu në atë projekt, përfundoj ai projekt, më vonë ajo mu më ftoj për disa bashkëpunime tjera, bashkëpunimet halana vazhdojnë. Kjo si çështje është një raport që ne këtu po e përmendi, nuk e kom përmend as brenda shoqërisë, se nuk po du, s'është qëllimi jem me e qit ato si dikush që është kundër mbulesës, po thjesht po du me tregu që po bëj ka me u arrit një mirëkuptim, një tolerancë, edhe thjesht Një mi rujt situatë raportet, të të dy palët jeni të kënaqura. Qashtu është, aty është krejt qëllimi, domethënë se Mo pa pas maturinë dhe zhvillimin mbrapa, nuk besoj që si në këtë rast po, edhe ti edhe ajo s'besoj që po. kishit arrit. Ashtu është, po, duhet me pas maturin, ose kjo përvoj me të shërby që ti me u pjek. Kështu që jemi super. Uroj që jepni shembullin e duhur për tolerancë fetare dhe sidomos për pranimin e mendimeve ndryshe, sidomos për të drejtën e besimit, që besoj që e gëzon secili njeri sot. Faleminderit shumë, po edhe unë jam me mendimit njëjtë, bile para se ta përfundojmë këtë pikun e veç po du me cekë se e ndjej obligim, në rast se ajo e shikon këtë klip, veç le ta di që me të vërtet jam falenderuse, se përvoj shumë, si përvoj më ka mësu jashtëzakonisht shumë. Kështu që është dash me kalu në për këto, për me arrit këto që jemi. Gjithçka është në rregull. Medina, unë të falenderoj shumë për rrëfimin tënd, i cili padyshim që ishte frytëdhënës, edhe pati qa me tregu e sidomos më pëlqeu dhe më buni shumë përshtypje qetësia jote, maturia jote, origjinaliteti jot, kështu që t'jam shumë mirënjohëse dhe faleminderit që ishe me neve sot. Shumë faleminderit për ftesën. Për mu ishte hera e parë kështu publikisht me dalë dhe me fol, po u ndiva jashtëzakonisht rahat, edhe të falenderoj shumë për këtë rahati që ma ke jep, edhe për vlerësimin. Faleminderit. Me merit fjallë. Shikues dashtëm, faleminderit shumë që ishit me ne. Uroj që ky rrëfim i Medinës t'ju ketë frymëzu e inspiru për të qenë sa më shumë guximshëm dhe vetvetja. Uroj që besimi dhe vendetmëria t'ju përcjellin në çdo hap. Bashkë shihemi në episodet e radhës. Mirëmbëjtje. Ramadan, Ramadan, Ramadan.